Përshëndetje nga kuzhina e Njerit. Sot kam vendosur përgatit një drekë të shpejtë dhe shumë të shishme, sidomos fëmija e kanë qef. Krejt që kanë nevitin prej përbërëzve janë pomfritat i kom kaverdis në vaj. Në anën tjetër merrni ose filet pulës ose chicken nuggets i kaverdisni në vaj edhe i leni anash kështu. 6 copa djath që shkrihet pro shmelskize. Me një herë mbasi kemi kaverdis pomfritin që është i nxehtë, i marrim të copat e djathit edhe bismillah ja qesim për mi puna që të shkrihet pak. Në anën tjetër na nevitin majonez, ketchup, send për ndryshe mustard, një lugë të gjellës me kos për ndryshe jogurt, një lugë të çajit biberzi, një lugë të mesme me hudhër, gjysë lugë të çajit me fara djegsa të kuqe po specave, lang të domote dhe për ndryshe kastravecave të shi, 2 kastraveca të shi, 1 domote edhe salat. Pra i qelim të gjitha copat e djathit. Fillojnë her përgatitjen e sosit. Pra hedhim mustard, mandej shtojnë ketchup, djegs apo pa djegs, majonez, langun e trongëve, kastraveca për ndryshe të shi, kastravecat që kemi grishtu në copa, melmesa që i ku përmen, si dhe kusin për ndryshe jogurtin. Të gjitha i përzina, pra, se bashku. E kemi përzi edhe sosin mirë, po ashtu edhe djathi është shkri. Tash të bismillah, morëm edhe filet pulës ose chicken nuggets që shtash në fillim, edhe qesim për një djathin që është shkrije. Kemi qitë pra edhe mishin e pulës, marrëm tash salatën, ja qesim për mi. Pra që ta me hangër normal familja, nuk po thamë veç vetë, se familja hojnë kaj që të pësi. Bashko mjo knaqë. Tash i marrim copat e domoteve. Marrim pomfritat. Normal pomfritat ja qesim pak krepro. Pasi që t'i pjekum që t'i largujna pra nga vaj. Bismillah. Krejt në fund pra copat e mishit të pulës. Edhe bismillah i merr një pirunat. Pashallah në madh e lumet nej për to, alhamdulillah, bashko një knoq. Prova në qetë në midis tavolinës, dhe qka më pi, qka të keni qef, në nrofshit me kushe diqka, qep drejk të shishme që krytë nerit midis Gjermani. Ne dhe na beft mire, juve po ashtë nëse provani. Faleminderit për krahun që ma bani komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Njerit. Ju them miru pofshim.